Zgjedhësit shqiptar votuan dje në kushte dhe rrethana larg se qenë normale. Me rezultatin që arritën por që ja u vodhen përdorimit të forcës për falsifikimin. Ata vërtet përdosën një votë, po do marrin përgjigjen më të merituar që meritojnë. Ky është një proces i shkatërruar, ky është një proces i manipuluar në mënyrën më absolute. Nuk mund të pranohet asnjë rezultat dhe të njihet asnjë rezultat. Mosnjohje nga ana jonë të zgjedhjeve në Tiranë dhe Durrës. Partia Demokratike nuk do t'jo kurrë pushtet të dalë nga vota e vjetër. Këto zgjedhje sikur ndonjëherë preku dhe rënojnë do parim të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Zgjedhjet janë të dënuara me vdekje. Janë të dënuara me vdekje, nuk ishte zgjedhje ato, ishte një farsë. Pas zgjedhje të 2021-shit, të cilat ai i shpalli masakre elektorale dhe ato të tilla ishin. Unë jam këtu për të dënuar me forcën më të madhe, për të hedhur poshtë këtë farsë elektorale. Raporti për farsën elektorale është i përfunduar. Nuk mund të njohim ne kur rezultatin e zgjedhjeve